Princ Leka i dytë ka kurorzuar në martesë lidhjen e tij me fotografen Blerta Celibashi. Lajmi është bërë publik nga obori mbretëror shqiptar përmes një komunikate zyrtare të shpërndarë në rrjetet sociale. Sipas njoftimit, ceremonia e martesës është zhvilluar në një atmosferë private, larg vëmendjes së publikut, duke ruajtur karakterin intim dhe solem të kësaj ngjarjeje. Me rastin e martesës, është publikuar edhe fotografia zyrtare e çiftit, e realizuar në kështjellën Aponi në Slovaki. Ky vend historik nuk është zgjedhur rastësisht, pasi lidhet me historinë e familjes së mbretëreshës Geraldine, e cila kishte origjinë hungareze, dhe familja e saj ka pasur lidhje me këtë rezidencë fisnike. Sipas oborit mbretëror, përzgjedhja e kështjellës është bërë për të nderuar trashëgiminë dhe origjinën e mbretëreshës Geraldine, një figurë që konsiderohet pjesë e rëndësishme e historisë së familjes mbretërore shqiptare. Pas martesës, Blerta Celibashi do të mbajë mbiemrin e familjes Zogu dhe do të mbajë titullin Princeshë e Shqiptarëve.